dorëshkrimin më të vjetër që i përket një Kurani është i vitit 1304. Kjo trashëgimi e këtyre dorëshkrime ka ardhur nga biblioteka personale e bushatëllimve. Çdo ditë mijëra njerëz kalojnë pranë bibliotekës kombëtare të Shqipërisë, duke ndjekur ritmin e përditshmërisë, ndërsa brenda saj koha ka ndalur mes faqeve të librave dhe dorëshkrimeve qindra vjeçar që ruhen aty. Pra filloj me librin më të vjetër bibliotekës kombëtare, i cili është i vitit 1473, nga letrat e Papa Piut, drejtuar princërve dhe personaliteteve të kohës. Të gjitha këto zbukurime, të cilat janë miniatura të bëra me dorë dhe të zbukuruara me ar, janë karakteristike e librave inkunabula të viteve, po themi 1400. Këtu tani kemi dokumentat e para të shkrimit të shqipes. Ky është meshari i Gjon Buzukut, 1555. Pastaj kalojmë në vitin 1706, që është Këshilli i Arbrit, është kuvendi që është mbledhur, dhe këtu për shembull është gjenealogjia e familjes Dukagjini. Është për Kastriotin, për familjen e Arianitës, dhe e kështu me radhë. Kemi dorëshkrimin më të vjetër që i përket një Kurani është i vitit 1304. Një fakt interesant është që kjo trashëgimi e këtyre dorëshkrime ka ardhur nga biblioteka personale e bushatëllimve. Pra, shumica e tyre kanë vulën e Karamahmut Pash Bushatëlliut, Veliut të Shkodrës. Ja ku është historia e Skënderbeut, e famshme historia e Skënderbeut e vitit 1508. Për shembull, këto janë dorëshkrimet origjinale të Nopçës, një albanolog i shquar, i cili ka udhëtuar në Shqipërinë e epërme dhe ka marrë, përveç se ka shkruar, ai ka vizatuar çdo gjë që ka parë në Shqipëri. Pra ka vizatuar një kull, ka vizatuar një veshje malsori, ka vizatuar një çifteli, një lahut. Janë libra shumë të rëndësishëm në aspektin historik, janë dokumentet bazë me të cilën është shkruar historia e Shqipërisë. Janë rreth 2500 antikuar, duke përfshirë dhe inkunabulat, dhe rreth 1400 janë dorëshkrime. Duhet të jenë rreth 1 milion. Librat janë digitalizuar për të mbrojtur nga prekja e drejtë për drejtë. Ruhen në kushte optimale temperature, lagështire dhe drite, të vendosura në kuti të posaçme metalike. Letra prej pambuku dhe zbukurimet me ar i kanë ndihmuar të rezistojnë kohës. Në bibliotekën digjitale aktualisht për përdoruesin janë rreth 119 tituj të koleksioneve periodike, janë rreth 320 tituj të librave, 78 harta të karakterit albano-balkanologjik, mbi 100 antikuar të digjituar, mbi 260 dorëshkrime. Është shumë e vështirë sepse hartat kanë qenë shumë më të mëdha se sa sipërfaqja e skanit që kemi në atje. Kanë ato elemente të vogla për që janë shumë të rëndësishme. Objekti ku gjendet sot Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë është shtëpia e dytë e librave. Para vitit 1967, biblioteka ishte e vendosur në objektin sot të restauruar që mban emrin Sotir Kolea. Këta libra në përgjithësi kanë ardhur si rezultat i konfiskimit në kohën e komunizmit, pasi ndodhi ky konfiskim dhe grumbullimi. Këta libra ishin të ndaluar për publikun e gjerë. Sot ne jemi krenarë që këta libra janë pjesë e koleksionit bibliotekës kombëtare, që ata i shpëtuan asgjësimit.